Nicolas Maduro, fundi i një diktatori. Një udhëheqës në kohë krize. Nicolas Maduro Moros është një nga figurat më kontroverse të Amerikës Latine në shekullin 21. Lindur më 23 nëntor 1962 në Caracas. Ai filloi jetën si shofer autobusi dhe gradualisht u rrit brenda strukturave të Partisë Socialiste Unitare të Venezuelës. Pasioni i tij politik dhe afërsia me Hugo Chavez, lideri karizmatik i revolucionit bolivarian, e bën atë një nga bashkëpunëtorët më të besuar të Chavez. Pas vdekjes së Chavez në vitin 2013, Maduro u bë president i Venezuelës, duke premtuar të vazhdonte trashëgiminë e liderit të tij dhe të përmirësonte jetën e qytetarëve. Por realiteti ishte ndryshe. Qysh në fillim të mandatit të tij, Maduro përballej me sfidat e jashtëzakonshme: rënien e çmimeve të naftës, ekonominë e dobësuar nga keq menaxhimi, protestat e opozitës dhe një presion të fortë ndërkombëtar. Në udhëheqjen e tij, Venezuela, një vend dikur me potencial të madh ekonomik, për shkak të rezervave të mëdha të naftës, ra në një krizë të thellë politike dhe ekonomike. Inflacioni u bë i papërballueshëm. Prodhimi i naftës u shemb dhe miliona qytetarë u detyruan të braktisin vendin në kërkim të një të ardhmje më të sigurt. Kriza ekonomike dhe shoqërore. Kolapsi i industrisë së naftës. Venezuela ka rezervat më të mëdha të naftës në botë, por nën qeverisjen e Maduros kjo pasuri u shndrua në një barr. Prodhimi i naftës ran nga rreth 3 milion barril në ditë në 2015 në nivele shumë të ulta, për shkak të keq menaxhimit të kompanisë shtetërore PDVSA, korrupsionit dhe mungesës së investimeve. Kjo çoi në tkurrjen dramatike të ekonomisë, duke ulur GDP-n me mbi 80% në vetëm disa vite. Inflacioni dhe gjendja e qytetarëve. Inflacioni i pakontrolluar shkatroi fuqinë blerëse të qytetarëve. Bolivari humbi vlerën e tij dhe shumë venezuelan filluan të përdornin dollarin amerikan për të përballuar nevojat bazë. Ushqimi, barnat dhe mallrat e përditshme u bën të papërballueshme. Pagat mbeteshin të ulta, shpesh jo më shumë se një pjesë e vogël e çmimeve të tregut, duke shkaktuar varfëri të thellë dhe uri për shumë familje. Migrimi masiv. Për shkak të gjendjes ekonomike dhe pasigurisë, më shumë se 6 milion venezuelan braktisën vendin gjatë viteve të fundit, duke u shpërndarë në Kolumbi, Brazil, Peru, Ekuador dhe vende të tjera. Ky eksod ka shkaktuar krizë humanitare në rajon dhe ka vënë një presion të madh mbi vendet pritëse. Kriza politike dhe autoritarizmi, legitimiteti në pikpyetje. Mandati Maduros u karakterizuar nga zgjedhje të kontestuara dhe akuzime për manipulim të votave. Zgjedhjet presidenciale të 2024-shit u ndoqën nga protesta masive dhe kritika ndërkombëtare. Opozita dhe shumë vende perëndimore konsideruan procesin zgjedhor si të pavlefshëm, duke e izoluar Maduron diplomatikisht dhe duke forcuar presionin për ndryshim. Thellimi i autoritarizmit. Gjatë sundimit të tij, Maduro konsolidoi pushtetin përmes kontrollit mbi ushtrinë, gjyqësorin dhe mediat. Kritiket e tij u burgosën ose u friksuan nga represioni shtetëror. Organizatave të drejtave të njerëzit u bë të qartë se qeveria kishte shndruar Venezuelën në një regjim autokratik, ku protestat shpesh shtypeshin me dhunë dhe ku opozita nuk kishte mundësi reale të ndikonte në vendimmarrje. Arrestimi dhe fundi një epoke. Ndërhyrja amerikane. Me 3 janar 2026, Shtetet e Bashkuara njoftuan një operacion të madh për arrestimin e Nicolas Maduro dhe gruas së tij. SBA-ja akuzoi Maduron për trafik droge dhe aktivitete të tjera kriminale që kërcënonin sigurinë kombëtare dhe rajonale. Operacioni shkaktoi reagime të forta ndërkombëtare. Disa vende e dënuan ndërhyrjen si shkelje të sovranitetit, ndërsa të tjerët mirëpritën largimin e tij si një mundësi për rikthimin e stabilitetit. Pasojat për Venezuelën. Arrestimi i Maduros krijoi një vakum pushteti dhe hap një periudhë tranzicioni. Opozita synon të rikthejë demokracinë dhe të organizojë zgjedhje të lira, ndërkohë që vendet ndërkombëtare ofrojnë mbështetje për rindërtimin ekonomik. Rimëkëmbja e sektorit të naftës, investimet e huaja dhe reforma ekonomike do të jenë thelbësore
për të rivendosur stabilitetin. Sfidat e ardhshme. Megjithatë, rruga përpara mbetet e vështirë, rikthimi i demokracisë dhe besueshmëria e institucioneve janë sfida kryesore. Shteti duhet të përbalojë tensionet e brendshme, pasojat e krizës ekonomike dhe presionet ndërkombëtare për të rigjetur një pozicion të qëndrueshëm në skenën globale. Historia e Nicolas Maduros është një testament i fuqisë dhe rrezikut të autoritarizmit. Nga një shofer autobusi në president të Venezuelës, ai arriti të kontrollonte vendin për mbi një dekadë, duke sjellë pasiguri, varfëri dhe krizë të thellë. Arrestimi i tij në 2026 shënon fundin e një epoke të gjatë dhe hap një kapitull të ri për Venezuelën. A do të jetë kjo periudhë një rikthimi i demokracisë dhe prosperitetit, apo një tjetër cikël i trazirave dhe sfidave? Mbetet për të parë. Një gjë është e sigurt: historia e Venezuelës dhe qytetarëve të saj po ndryshon përgjithmonë.